nëse Spaku, Belinda Balluku e arreston detyrë, atëherë Rama jep dorë. Po qofse i thot Ramës hiqet ti, pushohet ti, zëvendësohet ti, se pastaj ta arrestoj unë, kjo është marrëveshje nëpërmjet palëve. Ktu s'ke gjë në Terezi pastaj. Ktu është gjithë filozofia. A arrestohen detyrë këta? Problemi është ta arrestosh në detyrë. Se kështu mas i heq nga detyra ai del qytetar i thjesht, nuk ka më peshë, nuk ka më vlerë. Janë vjedh fondet e Bashkimit Evropian. Aja Krifca e mori e boni sekretari atje. Pa këta nuk shkon me arrestu në detyrë. Ke vjedh fondet me e mu. Atëherë Spaku nuk funksionohet. Në këto pikë, shoh ke kjo? Çfarë do bëj? Që unë nuk mund të pres tash që kur ti mushet menja, ose kur ti vim Terezi Amerikës për t'i hap procesin. Ku e di unë kur i vjen menja? Ai ka hallet e veta. Unë po e bjen me në Amerikës për Shqipërinë, se këta kujtojnë sikur ne jemi pika globi që lëvizim gjithë globin. Është drejt. Ata kanë, aty e kanë, letrat e ty janë. Pa 2 vjetësh unë thash, kanë 1000 dosje të ardhura vetëm për këtë punë. Që janë të gatshme. Vetëm firma duhet, pse s'vjen ato firma, se di. Kjo është reforma që bëm ne. Kjo quhet reformë. Reformë që ka mbledh ata peshqit e vegjël. Balenat, peshka qenë, fluturojnë, hikin. Ta shoh. Nuk marr përsipër thash të them. Di, fakti konkret është ky. Që dosja di Braga ndodhet aty. Është një nga dosjet më voluminoze që ka bëj Gjermani. Telefonat zot fal që u hapën këto Skype këto, encrochatët. Gjykata kushtetuese me apo pa dashje, se nuk kishin një dëshirë të madhe, po duke pas vendimet e gjykatës europiane, arriti që ta quaj provë edhe bisedat në Skype, kërçat, ti shofi, ti marri, aty i kanë. Emrat e këtyre dalin në çdo bisedë kriminale, se çuditërisht se si dalin këta emrat, emri kryeministit apo i zëvendës kryeministit apo i ministrit brendshëm apo ku diun, i deputetit dilka në çdo bisedë ty në kriminale. Si është mund? Ja po diun darë që ka hongër mas me, po darë që ka hongër mas te euro e magazine jeti. Me që pas ka hongër darë dhe kjo di i bi euro e magazine. Dole magazina mongut një inventar hik, dil për jashtë. A të shi. Për ne them, nuk e di se që do bëj Spaku. Nuk e shof pak. Jo shumë entuziast, sepse entuziazmi do ishte po ta qofse do bënin për të mirën e Shqipërisë, do ta bënin para këtyre zgjedhjeve. Nuk e bën. Shohim as zgjedhjet çfarë do bëjnë ai gjë, po Rama vetëm në këtë lloj forme ikën. Në qofse ati i arrestohet ministri Mençëm, ministri mbrojtjes, zonës kryeministri, i arrestohen në zyrë, në detyrë, atëherë mund të. Siç u arrestuar Erion Vilia në detyrë. Vetëm ashtu. A mendoni se Edi Rama kërkon të forcojë lidhjet me presidentin amerikan Donald Trump duke i dhënë me koncesion Zvërnecin dhe Sazanin dhëndrit të tij? Po ça me Trumpin më burr. Dëgjoni mirë. Politika nuk është individuale. Politika nuk është se e ke mirë me Trumpin ti edhe rregullove politike, sepse atje ka një staf, ka një kabinet. Ajo Suzana është 100 herë më fortë se sa Trumpi. Mbaj mend të gjithë. Ajo sekretarja kabinetit. Është më e fortë se sa Trumpi. Ajo e ka sjell Trumpin në pushtet. Nuk e ka sjell ky Lasivita. Ky ka qenë majtë si karrikeve. Ajo e ka sjell Trumpin në pushtet. Ajo e ka ndalu atë Ramon mos ta takote Trumpin edhe Rubio. Edhe ku ishte në katedrale, që u bëj inaugurimin katedrales. Edhe në summit. Është më e fortë. Po ky nuk ka hallin ta rregulloj me Trumpin, se e di shumë mirë që nuk e rregullon dot me Trumpin.
me administratën të po kjo pazargji. Se që e kushton Rama, që humbet Rama se ja dha Sazanin e Zvërnecin? Humbet në gjë? Ja. Që nuk i nxjerr Rama nga xhepi, nuk janë pronët e veta, janë pronët e Shqipërisë. Për ne Ramën e quajmë fatkeqësi kombëtare në çdo sekond që rri. Nuk e quaj kot. Do vika të çune, ati dhe do t'i japim këtë dhe mirë pafshim. Qa fitoj Trump? Qa fitoj Shqipëria? Qa fitoj shqiptarët? Ky fitoj atë që do dalë do bëj me dhënën e Trumpit 2 fotografi, se këta bëjnë politikë me fotografi më zotri. Ta bëjnë politikë me fotografi. Dole me Trumpin fotografi, unë e duhet fitoj. Dole me qënë e Trumpit, dhe kom miru me qënë e Trumpit. Ne vazhdojmë akoma në mentalitetin e para viteve 90. Se kjo është i jashëm, ka nga e shtetit. Kjo e fshesa gji, ka nga e shtetit, kjo e di kjo se o nga e shtetit. Akoma vazhdojmë në këtë mentalitet. Ka bo fotografi me Trumpit. Ka bo fotografi me Biden. Ka bo fotografi me Yuri Kimi. Po t'i vesh e re, gjithë shqiptarët sa marroshin këtë të boshin fotografi me vrap. Politikanët i kam pa vetë se kam qenë në për seminare. Sa marroshin seminarin, shkoshin me vrap ke ambasadori, ke Luja, ke tjetri, ke Kimi, ke kë, shkoshin me vrap me dalë fotografia. E i qiqin në për Facebook'e. Ta e politikanët ta. Që e majnë vetëm për politikanë. Dhe e i qabon, shetë Shqipnin më. Ba e ngejti në njëherë opozitën në fushat këtë. As njëherë. As i ditë nuk e ngejti. E të ashtë del para bëjt. Për qa del para bëjt? Ty po t'i kën toka më. E kam thënë, por rrullën Shqipnia. Qa më duhet mu? Votrini po t'i kën. Durë si po. Ka heq porti më mira vjeqar, ta ka heq. E je pa ti tjetër. Sazanin, po. Butrinim, po. Qa doni më tepër? Mretë është 83 mandate, po. Qa? A e luar rush me Shqipnin. Nuk ka kriminal më të madhë se sa Edi Rama. Flasë në çështje kombëtare. Ok, çështje kombëtare kemi. Pse? Nuk është shqiptar Rama. Rama ka dhe të keqe me që se din shqiptar. Rama nuk është shqiptar, në origjinë nuk është shqiptar. Nuk është shqiptar Rama në origjinë. Krishtaj që Rama nuk është shqiptar në origjinë. Dhe edhe që thonë ta. Tashim, më vjen keq. Nuk i dhim se të gjëmë, ose të ri. Plus që është i Soros, ka programin. Ka programin e globalizmin, internacionalizmin, shoqëria hapur, shoqëria civile. Kanë program të LGBT në kanë program. Ta ve flamurin LGBT, ose të ri. Mes Tiranës, qitë parat LGBT, që të shofi kalamonin LGBT-në, e me atë frymë të rretë. Që të the më tepër. Këtu dvesh kujët. Por, ajo që është kryesorja, në gjithë të fushatën këto nuk i një gjova kur. Qofte edhe nga goja Berisha. Qofte edhe nga goja Berisha. Si një gjova. Se kandidatët jo e jo. Atere, qa do menoj? Do menoj, të themë, për dhe vla, më s'ka ne pazarë tu. Që këta nuk reago kam fare.